se çfarë turpi do t'ishte për opozitën shqiptare, se çfarë turpi do t'ishte për çdo shqiptar që i thot vetës shqiptar dhe Shqipërisë Shqipëri. Ja pra ç'ta arritëm ne, çfarë arritëm ne me kryevritjen tonë. Ne arritëm t'i themi bocë se vërtet kemi një monster në pushtet, që përdor pushtetin për të vjedh nga mëngjesi në darkë, që përdor pushtetin për drogën, krimin. Po ne jemi burra dhe gra, djem dhe vajza, të vendosur me guximin tonë të largojmë nga pushteti atë. Rrjetet televizive kanë dhënë protestën tonë më gjatë se çdo lajm tjetër. Jo se ajo ishte, të themi, më e rëndësishmja në agjendën e tyre, por ajo ishte dëshmi e simpatisë madhe që ne krijuam me vendimin tonë për t'i dalë zot Shqipërisë, për t'u dalë zot shqiptarëve. Sot, Edi Rama, pasi në Brukselin nxorën kartonin e zi, jo të kuq, të zi, pasi në Mynih ja përplasën derën të fytyra dhe s'shkoj dot, vendosi përsëri të ndryshoj ligjin, të votoj ligjin në parlament me të cilin ai beson se do mund të vjedhë shqiptarët, ai dhe ministrat e tij dhe drejtësia nuk do mund të veprojë mbi ta. Do veprojë populli mbi ta. Nuk ka gjë në botë të pengojë popullin shqiptar, opozitën shqiptare, pa mbrojtur ligjin dhe kushtetutën. Edi Rama Ytat, Gjelati, Kristaq Rama, Daja Yt, Gjelati, Spiro Koleka, 35 vite më parë bënin thirrje tanket studentëve, kurse ti pas 35 viteve përdor mandatet e krimit si mburoj për të vjedhë shqiptarët. Ata e bënin për pushtetin e tyre të krimit, ti e bën për pushtetin tënd të krimit. Ata i përbysën, ty do të përbysim. Ata i zvarritën, ty do të zvarrisim. Po miq, ky mendon se mund të përvetsoj taksat tuaja. Ky mendon se mund të përvetsoj pasuritë publike. Ky mendon se do zbravë Shqipërinë nga trit, se do shkretoj Shqipërinë përfundimisht për parajsën e tij. Edi Rama i ke hesapet gabim, ke vjedhë shumë, po të garantoj ty dhe ministrat tu, se çdo pasuri që keni vend, do t'u mirët dhe për hundë do t'u dalë. Në vite burgu do t'u kthehen. Nuk ka më. Ne jemi në shesh, ne jemi në rrugë, ne jemi në kryevritje paqësore, ne i dalim zot Shqipërisë, asnjë forcë në botë nuk na ndalon dot. Duhet përshtes këtu Ilirin, të cilin snajper kriminal dhe do a gjejmë atë, e gjujti në ballë, pse po filmonte në protest me telefonin e tij. Të përshtes protestuesit tjerë që morën pluma në kokë për protestet e tyre paqësore. Unë i them Edi Ramës, kjo është kryevritje paqësore dhe kjo është zgjedhje, se në fakt
mund të ti meriton çdo variant, pa diskutim. Ti nuk ke legjitimitet, ti je i paligjshëm, ti je një armik i egër dhe ne mund t'jepnim ty çdo përgjigje. Paqësoria është zgjidhja jonë. Kryegëritja paqësore është zgjidhja jonë, se atë duam ne. Jo se na imponon ti, por mos gabo se për çdo krim, për çdo cenim që do bëhet protestuesve, personalisht do ketë vetëm një përgjegjës, dhe ky do jetë Edvin Kristaq Rama, ky do jetë kryeb hajduti i Shqipërisë. Ndaj dhe u thuaj atyre mercenarëve, mos qellojnë mbi protestuesit, se protestuesit do të qellojnë vetëm mbi ty. Ti do jesh përgjegjësi numër 1 i çdo krimi të kryer. Miq, 20 shkurti është dita e krenarisë sonë. Dhe shkojmë në 20 shkurt më krenar se asnjëherë. Shkojmë me 20 shkurt kur ne ju faktuam shqiptarëve dhe njerëzve liridashtë të mbar botën se ne spajtohemi kur me një organizat kriminale që kemi në krye. Shkojmë me 20 shkurt në një kohë kur ne kemi marrë të betur për misionin e shpëtimit të Shqipërisë. Ne shkojmë me 20 shkurt me një trashëgimi kur kemi kaluar mbi tanke, autoblinda dhe kemi zvarrit rrugëve të Tiranës kultin më të ligë dhe më të keq, kultin e Enver Hoxhës që shqiptarët kanë njohur në histori. Ndaj dhe ftoj çdo shqiptar me 20 shkurt në Tiranë, me 20 shkurt në ora 6, Tirana e tëra derdhet në rrugë dhe bulevarët e saj. Shqipëria në Tiranë. Ti dalim Zot Shqipërisë. Ti japim goditjet e merituara regjimit anti-shqiptar të Edi Ramës. T'ja nxim çdo ditë gjë në largimin e tij. Ne me asgjë s'ndalemi. Ne jemi njerëz që besojnë të vërtetën. Ne jemi njerëz të idealeve të ndershme. Njerëz që duam këtë vend të jetë toka e bekuar e shqiptarëve. Këta janë armiqt pushtuesit më të egër që kemi njohur. S'na lidh asgjë me ta. Këta kanë kryer krime të shëmtuara për të cilat këta të gjithë duhet të shkojnë atje ku mbahen kriminalët dhe fajtorët. 20 shkurt është i thirrje për rinin shqiptare.